Sapo na erdhi lajmi e kalimit në Shqinë të Atit Shkajt, Papa Francesku, I cili u kthy në Shqinë të Atit sot, rreth orës 7:35 të mëngjesit. Mendjet dhe zemrat tona ju drejtojnë hyjë të gjithë pushtetshëm në lutje për shpirtin e tij. Na vjen mend kujt e fundit të vujtjes së tij shtetësore në njëjtën kohë. Ka mundja e tij për të qenë pranë popullit të tij si gali I mirë deri në fund, edhe për gjatë këtyre ditëve të Pashkut. Ditën e Pashkut, pra dje, deshi vetë personalisht që ai ka jepë të bekimin Urbi e Orbi, si testamenti I tij I fundit. Ati Shajt, Papa Francesku, iku duke na bekuar. Papa Francesku zgjodhi ta vizitojë Shqipërinë me 21 shtator 2014, se vendin e parë evropian. Pak pasi ishte zgjedhur në krye të Kishës Katolike Universale. Në atë vizitë, të gjithë kujtojnë fjalën e tij e më pas për kujdesin e tij të vazhdueshme për Shqipërinë. Papa Francesku udhëzoqi Kishën në këto vite nëpërmjet një dëshire të thellë ndryshimi dhe reformash. Ai u bë një zaj I fuqishëm në gjithë botën, duke shpallur gjillën e dashurisë ndaj pavarësve dhe me përjashtuarve të shoqërisë. Ai ngriti vazhdimisht zërin kundër luftës, armatimeve dhe shkatrimit të krijimit. Me fjalë dhe me vepra e udhëzoqi Kishën Katolike drejt një trajtje më të përundur, më të thjeshtë e më sinodale. Ne jemi mirënjohës hyjë që na dha Papa Francesku në këto vite dhe lutim hyjë që ta pranojë në banesën e anshme të mbretërisë së tij. Si I presidenti të Kishës Katolike në Shqipëri, falenderojmë gjithë ata që në këto momente na gjenden pranë në mënyra e forma të ndryshme. U bën thirrje të gjitha komuniteteve të diocezane, familjare, rregulltare e çdo besimtari që të lutën për Papa Francesku. Po ashtu, duke filluar nga mbrëmja e ditës së sotme, të organizohen momente lutjet dhe përshpirtime në të gjitha komunitetet e besimtarëve dhe këmbëllat do të binë në shenjtësie, të filluar nga momenti I marrjes së saj. Krishti e pasur Paris, Papa Francesku, e dashur dritën e anshumit. Në emër të I presidentëve të konferencës I presidentëve të Shqipërisë, shkëlqësia e tij I Zot Gjergj Meta, I pesë rëshenit dhe president I konferencës I presidentëve të Shqipërisë.